Këtë të diel janë zhvilluar homazhet në nderim të ish basketbollistit shkodran Fation Taraboshi, i cili u nda nga jeta në moshën 39 vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë. Ceremonia u organizua nga Shoqata e Basketbollit Vllaznia në ambientet e Pallatit të Sportit Qazim Dervishi, ku morën pjesë familjar, miq, ish bashkëlojtar dhe figura të njohura të sportit në Shkodër. Trajneri Bledar Gjeçaj e cilësoi këtë si një humbje të madhe për sportin shkodran, duke theksuar kontributin e rëndësishëm që Taraboshi ka dhënë në periudha të vështira për ekipin e Vllaznisë. Në të vërtetë është një humbje e madhe, por fatmirësisht na ruajmë kujtimet shumë të mira për Fationin, veçanërisht unë, sepse unë kam luajtur shumë pak në momentet e fundit, ku luajta pak basketboll, po pjesën më të madhe të kohës e kam pasur si sportist. Dhe Fationi ka meritën më të madhe, vlerësoj shumë si basketbollist, pasi që ai në momentet më të vështira të klubit Vllaznia, ai ka dhënë kontribut shumë të madh për ekipin. Kur atëherë ekipi ishte shumë dopë, nuk kishim shumë roster, sepse lojtarë largoheshin. Ai kontriboi që Vllaznia më ndajt në grupin A, me skuadra më të mira dhe gradualisht ne ta formatoshim atë projekt cilën e vëmë në jetë pastaj me sukseset që patme në vitet pasardhës. Ndërkohë ish basketbollistët Herion Faslia dhe Damian Bekteshi e konsideruan ndarjen e tij nga jeta si një lajm të dhimbshëm për të gjithë komunitetin sportiv, duke vlerësuar jo vetëm aftësitë në parket, por edhe frymën e bashkëpunimit dhe harmoninë që sillte në skuadër. Taraboshi ka qenë një lojtar shumë i sjut, ka ndihmuar shumë ekipin, por ka qenë edhe shpirti i ekipit jashtë fushet, njëri me shumë vlera. Është një humbje e madhe, sidomos për familjen, për komunitetin sportiv, e pa zëvendësueshme. Rrallë parë një humbje e madhe për familjen, humbje e madhe për shokët, miqt, edhe për ne herë si kena kalu pjesën më të madhe të jetës tonë për momentin deri tani, ka qenë një shok i madh me thënë drejtën, pas për arsye vite që kena kalu me te. Nuk gjej fjalë me përshkru këtë llimje. Me emocione dhe respekt të pranishmit kujtuan figurën e Fation Taraboshi si një sportist të përkushtuar dhe një njeri me vlera të rralla, kujtimi të cilit do të mbetet gjatë në memorien e basketbollit shkodran.